do vjetë mbledhjen e kurbanit nëse doni të çoni, domethënë edhe zakonisht ne qim në vendlindje, si vjet rradha është për në Maqedoni, do çon ke medreseja Isa Begut. Çmimi është ke $300 kanadez, nëse doni ta bëni kurbanin në vendlindje. Në fillim ka një tavolin aty është Haxhi Beadini me pagoni $300 dhe amaneti do kryhet në Maqedoni. Kështu që kjo është në lidhje me kurbanin. Allahu ka bollë gjithve që e bëjmë këtu, që e bëjnë atje, që e bëjnë në vende të tjera. Zoti inshallah na e pranon të gjithve. Siç e dim të gjithë, ne jemi në proces për ndërtimin e një qendre të re. Të gjithë e kemi dëgjuar, shumica kanë marrë pjesë dhe ka njerëz që nuk kanë pas mundësi të dëgjojnë për këtë, kështu që sot po bëjmë një rikujtim, një rifreskim të këtij projekti. Ne duam të ndërtojmë një qendër të re që duhet të jetë e madhe dhe për këtë ne duhet që gjithë ne të kontribuojmë. Me se si mundemi, dikush me mjete financiare, dikush me punë vullnetare, me shpërndarjen e këtij mesazhi tek ato që janë sot këtu. Shumë prej nesh, Kanadaja është shtëpia jonë e re, por zemrat tona akoma e kanë ngrohtësinë e Mamadheut. Kjo qendër është krijuar për të qenë pikërisht ajo ngrohtësi, për të qenë një shtëpi larg shtëpisë sonë, ku të moshuarit tanë do të mund të ndajnë histori, ku të rinjtë tanë do të mund të gjejnë njëri tjetrin, dhe ku emigrantët e ri mund të gjejnë një përfaqësim mikpritës. Është vendi ku aroma e byrekut do të mbushat ajrin e hapësirës dhe tingulli i qiftelisë do na kujton se nga vim. Gjua jonë, gjua shqipe vllazën, është shpirti i kombit tonë. Kjo është pjesë e këngëve tona, e poezive tona dhe historive tona familjare. Këtu, në këtë qendër, ne zotohemi se do mbajmë gjallë atë shpirt, do mbajmë gjallë gjuhën shqipe, përmes kurseve të gjuhës shqipe, përmes kurseve të grupeve dhe të valleve popullore, për kurse për historinë tonë shqiptare. Ne do të sigurojmë që fëmijët tanë dhe niprit tanë jo vetëm që që ta dinë se ku është Shqipëria dhe çfarë është Shqipëria, por ta ndjejnë Shqipërinë në zemrat e tyre. Dhe për këtë ato duhet të flasin gjuhën tonë shqipe. Shumë poeti kanë shkruar gjuhën shqipe. Një ndërta është edhe poeti i madh Fishta. Me lejoni të them sa vargje të Fishtës. Gjuha shqipe. Por si kënga e zogut të verës, që vallëzon blerim të prillit, por si ambli fladi erës, që limon gjithë e tënda filit, por si bale bregut detit, por si gjama e rfesh gjithare, por si ushtima e një tërmeti, një ashtua gjua jonë shqiptare. Ah, po e ambël fjale saj, por si gjumi mi kërti, por si drita plëtu zdaj, por si gazi pa mashtri. Edhe nije turku muë, por si fleta e kerubinit, ka i pjen qiellve të fluturue në zjartat vale të amshimit. Pra mallkue një zbirë shqiptari, që këtë gjutë perëndis, trashëgim që na laj pari, trashëgim që alena i fëmis. Edhe ati ju thaf po goja, që e përbus të gjuhrinore, që në gjutë kuj fletë kur sash nevoja, e të vetën e lenë bazdore. Në gjuhë shqipe në anatona, që prej djepit në kanë thanun, se është një zot që do të adona, njatë që jetën na e ka dhanun. Edhe shqip në thanë se zoti, për shqiptar Shqipnin e fali, se sa të endet stina e moti, do të gëzojnë të djallë mbas djalli. Pra shqiptar, zdo festi t'jini, djege tos malësi e qyteta, gjuhën tuj, kur të mos talini sa tjetjeta, po për të gjithmonë punoni, se sa të mbani gjuhën tuj, fisi juaj, vendi zakoni, ka me umbaj larë kambës tuj. Në për gjuhë shqipe bota mbar, ka me unjohë për shqiptar, trima mza, si kur se jini, pra ndaj pra, në doni fisin, mali, bregu,
dhe majtësia për një gjuhë sot le të brodhrisim me gjuhën tonë. Rënof Shqipnia! Kanada, ku jemi vllazën, është një shtet multikultural dhe sot ne me këtë qendër të re po i shtojmë një pjesë në mozaikun e pasur të saj. Kjo qendër nuk do jetë vetëm për shqiptarët, por është një derë e hapur për fqinjët tanë kanadez. Është vendi ku do ndajmë mikpritjen tonë, artin tonë, perspektivën tonë unike, duke përsortur dhe pasuruar peizazhin multikulturor të Kanadas. Kjo ëndër që qëndron sot para nesh nuk është vepra e njërit, por është triumfi i të gjithëve ne. Çdo vullnetari që dedikoi kohë dhe orë të panumërta, çdo dhuruesi që kontriboi me zemër të hapur, dhe çdo familje që ndau me ne këtë vizion. Besimi juaj i palëkundur dhe përpjekjet tona të palodhshme do e bëjnë të ëndër realitet, inshallah. Kjo qendër është monument i forcës dhe vendosmërisë tonë kolektive. Kjo është qendra jonë dhe e do të cilin prej nesh. Dhe suksesi i saj mbahet nga angazhimi joni të gjithëve. Ejani pra, ndani talentet tuaja, jepni kohën tuaj si vullnetar, sillni fëmijët tuaj dhe bashkohuni me ne në formëzimin e të ardhmës tonë. Le të mos jetë kjo vetëm një ndërtesë, por të jetë një dëshmi e gjallë e fuqisë tonë si komunitet, kulturës tonë, krenarisë tonë të përbashkët të shqiptarët këtu në Kanada. Jemi në prag të Kurban Bayramit, një festë që na kujton se ne duhet të sakrifikojmë, që të dëshmojmë besimin tonë në Zotin e Madhnueshëm. Për ne, sakrifica është shumë e vogël se sa ajo e Ibrahimit alayhis salam. Sepse ati ju desh të sakrifikoj të birin, kurse për ne sakrifica është shumë e vogël. Po i tregoj një histori, shumica mund ta dinë, po që tregon se çfarë duhet të bëjmë. Kur doni ta ndiqnin Ibrahimin alayhis salam, jo besimtarët krijuan një zjarr aq të madh, sa që thonë që domethënë shiheshte me ditë larg. Dhe në procesin kur po i hidhnin Ibrahimin në zjarr, kafshët e tjera po shikonin një milingon, një bubrec, një milingon, që mbante ujin me gojën e vet dhe shkonte në drejtim të zjarrit. Edhe ato i thonë, kafshët e pyetën të befasuar, i thotë, shpreson se me këtë pikë uji do e shjush këtë zjarr të madh? Milingona ju përgjigj. Jo, nuk shpresoj se mund ta shuaj zjarrin, por shpresoj se kur Allahu më pyes, çfarë bëre ti kur deshin ta djegin pejgamberin tim, unë do i them që vepra ime do flet për mua. Unë mundova me atë që kisha. Unë kaq kam, kaq bëra. Të nderuar vëllezër e motra, ne duhet të ndjekim shembullin e milingonës. Dhe duhet ta bëjmë detyrën tonë. Sot unë kam një detyrë shtëpie, një homework për çdo njeri prej nesh këtu. Ne jemi kënimi veta këtu. Dhe çdo njeri nga ne të patën 4-5 veta minimumi që janë sot këtu. Detyra jonë është që ne të bëhemi zëri i komunitetit dhe të mbledhim të patën $5,000 në 4 javë të vazhdim. Kjo nuk është e pamundur, është shumë reale dhe shumë e thjeshtë. Domethënë $1,000 për person. Nëse bëhemi 5.000 veta, ka $1,000 bëjmë $5 milion. Matematika e thjeshtë thotë që me këto $5 milion ne e sigurojmë vendin që kemi bërë ofertën. Dhe çështja mbitor, këto $1,000 nuk është $1,000 vllazë. Kjo është $600, sepse $400 qeveria federale na i kthen mbrapsht, sepse ne jemi charity, jemi jo fetimprurse. Këta e kemi obligim, çdo njeri për veten tonë, për fëmijët tonë, për kombin dhe për besimin tonë. Çdo njeri prej ne është ambasador i kësaj qendri. Dhe ne kemi detyrë që ta përmbyllim këtë amanet me sukses, inshallah. Parola jonë është ne mundemi. Yes, we can. Zoti ju bekoft dhe secili prej nesh të bëjë detyrën dhe mos pyesim se ku jemi, nëse kemi bërë detyrën tonë, atëherë do jemi aty ku shpresojmë se jemi. Ju faleminderit.
nderit Britan. Përshëndetje, salam aleikum, vëllezër dhe motra. Today is a celebration of gratitude, unity, and reflection. But I ask just for a few moments of your attention, not as your president, but as someone who was raised in this community and feels deeply responsible for its future. Let me speak to you from the heart. We are at a turning point. Most of us did not come to Canada by choice. Our families left everything behind, homes, loved ones, memories, to find peace, stability, and a better life. Some came fleeing war. Others came with the hope that their children could grow up safe, educated, and free. But what our parents and grandparents fought so hard to protect, our Albanian Muslim identity, is quietly slipping away. Not because of oppression, not because of war, but because we have not invested in the one thing that can preserve who we are. Our language, our traditions, our community, they are not being taken away from us. We are simply letting them fade. And that is something we cannot afford. Let me ask you this. What would you give to guarantee that your children and grandchildren speak Albanian? That they know where they come from? That they feel pride in both their faith and their heritage? If we don't act now, we may become strangers to ourselves within just a few generations. That's why we're building the Albanian Muslim Community Center. This is not just a mosque, it is a home for our identity, a place where our youth will hear the Albanian language, where they will pray, learn, grow, and lead, where weddings, funerals, holidays, and history are all carried forward proudly together. This is the only way we can preserve who we are, and we are halfway there. We have secured a property at $10.1 million. Our local community has pledged and contributed over $5 million. And many have given with open hearts, $10,000, $25,000, even $300,000. Today, I ask each household to consider giving at least $1,000 to be part of this historic effort. If you can give more, may you be immensely rewarded. If you give less, may every dollar count as a mountain in reward. This is not about equal amounts, it's about equal commitment. Now, I want to say something to the younger people here today. I know you're busy, I know your lives are full of distractions, but I also know that you are very proud to be Albanian. You are proud to be Muslim, and that pride needs to turn into action. You may think this is your parents' job, but this is your future. Speak up. Ask your parents to give yourself whatever you can. Remind your parents, respectfully, with love, that this center will shape your life too. Your wedding could be here. Your children could learn Albanian here. Your prayers, your friendships, your milestones. This will be your place. As Zlatan mentioned, we are a CRA registered charity. The government is supporting us in building this place. Your $1,000 donation does not cost you $1,000. It costs you between around 36 to 40% less when you do your taxes. The Kven Qeveria parafërsisht 36-40% paret që I jep si donacion. This dream that I just spoke of, that many of you already know, can only happen if we, the people in this room here today, build it. We cannot delay this. We cannot wait until it's too late. This is our moment. Let us not be the generation that loses what our ancestors held on to with their dear lives. Let us be the generation that builds. Gëzuar Bayramin, may your families be blessed. May this sacrifice be written in your names for generations to come. Faleminderit. Të nderuar vëllezër dhe motra, më lejoni që në emrin tim, por dhe të institucionet të Kosovës të uroj gjithë
bashkëdhëtarët tonë, shqiptarët, musliman, për fesën e Bajramit. Kjo fesë jetë një mesazh për unifikim, për bashkëpunim ndërmjet pa dallim feje, pa dallim partije, pa dallim gjenie, po gjithë shqiptarët kemi nevojë ma shumë se kur të bashkohemi, të punojmë së bashku. Ne jemi të bekuar Kosova, Shqipëria me diasporën që ka, andaj mos të harrojmë asnjëherë vendet tona ka kemi ardhur, mos të harrojmë për i cilit gjak vim, por të punojmë gjithë që të unifikohemi sa më shumë. Faleminderit e urimet gjithëve. Faleminderit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. Të gjitha lavdatat, falenderimet qofshin për Zotin fuqiplot, krijuesin e gjitha botrave. Paqja dhe mëshira e tij, salavatet, përshëndetjet tona qofshin për Muhammedin alayhi salam, shokët e tij, familjen e tij dhe mbar besimtarët ata që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamatli, nga urtësitë dhe dobitë madhështore të Bajramit është prezenca në këtë tubim të besimtarëve, të muslimanëve për të marrë pjesë në begatit e lutjeve dhe të mirësive që zbresin në këtë tubim. Këtu shfaqen nevoja e jonë për Allahun fuqiplot, duke kërkuar faljet dhe shpërblimet e pakufishme të tij. Ummu Atije përcjell që ka thënë se na ka urdhëruar profeti alayhi salatu wasalam që në ditën e Bajramit, duke patur parasysh madhështinë e kësaj feste, që t'i nxjerrim jashtë, domethënë përveç burrave që duhet të falen në Bajram, edhe duhet ta jetësojnë Bajramin, thotë na ka urdhëruar që t'i nxjerrim edhe femrat, edhe gratë, edhe fëmijët, që të jenë të pranishëm në Bajramin e Fitrit dhe Bajramin e Kurbanit, në mënyrë që ato të rinë sa më larg. Domethënë edhe ato të cilat, thot në një hadith, të cilat nuk janë në gjendje që të marrin pjesë, duhet të marrin pjesë në këtë festë madhështore dhe të rinë edhe në qoftë e mundur pak anash sa i përket nëse kanë ndonjë telashe trupore, vetëm e vetëm që të shohin mirësinë dhe thirrjen e mbar besimtarëve. Nga dobitë e Bajramit është forcimi i raporteve mes njerëzve, vizita e njëri tjetrit, afrimi i zemrave, plakja e ftohjes që ka mund të ndodhë, shuarja e zjarrit të urrejtjes, mërisë dhe zilisë. Fakti se Islami mund të bëjë njerëzit në një vend për ta falë Bajramin tregon se ai ka mundësi të bashkojë ata në të vërtetën, t'i ofrojë zemrat e tyre me devotshmëri, sepse asgjë nuk mund t'i bashkojë muslimanët përveç se e vërteta. Sepse ai është vetëm një, ndërsa zemrat i ndan epshi dhe lakmia, për arsye se epshi dhe lakmia ato janë të shumta. Dashuria mes besimtarëve është synimi madhështor. Ebu Hurajre radiallahu anhu përcjell se profeti alayhis salam ka thënë: nuk do të hyni në xhenet përderisa nuk besoni, dhe nuk do të besoni përderisa nuk duheni në mes vete. A doni t'ju tregoj diçka që nëse e bëni do të duheni mes vete, përhapni selamin në mes jush, përhapni përshëndetjen në mes jush, përshëndeteni me njëri tjetrin, thirreni njëri tjetrin, kujdesuni për njëri tjetrin, hatroni njëri tjetrin,
mëshiron e njëri tjetrin. Këtu është kuptimi për hak në selamin në mesin e shoqërisë. Të nderuar xhamati, që adallon këtë bajram është thërrja e kurbanit. Prandaj thotë edhe një hadith se nuk ka vepër më të mirë dhe më të dashur te Allahu sot se sa thërrja e kurbanit. Në mënyrë që pra gjaku i tij edhe mishi i tij nuk ka arrin Zotin fuqiplot, sepse Allahu nuk ka nevojë as për parat tona, as për kurbanet tona, as nuk ka nevojë për asgjë. Por ajo që na urdhron, domethënë që të thërret kurbani është që sofra e çdo besimtari në këtë ditë bajrami të mos mbetet e veçuar ose të mos mbetet e mbushur, por ajo të jetë e barabartë me të gjithë sofrat e njerëzve. E gjithashtu të mos ketë në shoqërinë tonë, jo vetëm ndoshta familje muslimane jo se jo, por edhe kushdo qoftë që është i varfër, edhe ai të begatohet nga mishi i kurbanit në mënyrë që festa e bajramit ti përfshi të gjithë. Gjithashtu të nderuar xhamati, Allahu që plot na thot se çdo gjë që e bëjmë ta bëjmë për hir të tij, duke na thënë kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj se namazi im, sakrifica apo kurbani im, wa mahyaya wa mamati, edhe jeta ime, edhe vdekja ime, do të thonë çdo gjë që posedoj unë në këtë botë, ato ta bëj për hir të madhit Zot fuqiplot. Do të thonë në të cilit nuk i shoqëroj shok, pra është një Zot i vetëm dhe te i cili do të kthehemi një ditë prej ditëve. Ajo që duhet të dalim me mesazhe gjithmonë prej bajrameve të nderuar xhamati është se neve çdo bajram duhet të na bëjë më të mirë. Çdo festë duhet të na bëjë më të mirë, të na bëjë më të afërt, të na bëjë më të dashur për njëri tjetrin. Edhe më ndihmëtar ndaj njëri tjetrit. Prandaj inshallah Zoti xhaleshanu edhe një herë të mos e zgjasi më shumë, u ka pranuar kurbanet e juaja, kontributin tuaj inshallah, hareja, gëzimi, lumturia, kënaqësia e Zotit fuqiplot, inshallah të jetë në familjen e çdo besimtari dhe në familjen e çdo shqiptari këtu e kudo qofshin ata, ja Rabbi. Lutemi në këtë bajram, sepse nga tmerret e luftës që shohim, qoftë ajo në Gaza, qoftë tjetër kund, qoftë në çdo anë të botës, lutemi të Zoti fuqiplot, inshallahu taala, që t'i bëj të zotët e mendjes, prej atyre që mendojnë për të mirën e njerëzimit, prej atyre që mendojnë që të mos derret gjak pa nevojë, prej atyre që mendojnë se nuk duhet një popull i tërë, një shoqëri e tërë të lehet pa ngrënë, pa pirë, pa përkujdesje, pa mjeksi, sepse nëse e humbim të nderuar xhamati anën njerëzore dhe anën morale dhe anën e shpirtërore tonën, atëherë sot i ngjall dikuj një gjë, nesër do të na ngjaj neve, siç na ka ngjarë, neve jemi dëshmitar, pas nesër do t'i ngjaj dikuj tjetër e kështu me radhë. Prandaj e jona është që t'i lutemi Zotit fuqiplot, e t'i lutemi Allahu xhaleshanu që njerëzit, që muslimanët kudo që të jenë, inshallah të jenë më të bashkuar, por edhe gjithë njerëzit dhe idetë e njerëzve të mirë, njerëzve human, njerëzve tamam që kanë shpirt insani, shpirt njerëzor, që zullumin edhe padrejtësinë t'i nalin inshallah në gjithë rruzullit toksor, ja Rabbi. Allahu xhaleshanu ju begatoft në familjet tuaja, inshallah, në familjet tona përgjithësi, i bëv ditët që vinë më të mira, më të begata se sa ditët që i kemi kaluar. Inshallah prit shumë edhe shumë kurban bajrame të tjerë së bashku, por shpresojmë se me emër të Zotit në bajramin tjetër do ta presim në godinën tonë për të cilën edhe e kemi synim. Allahu na ndihmoft ja Rabbi, edhe një herë kabul gjitha sakrificët tonë, ibadetet tona, adhurimet tona, inshallah. Allahu xhaleshanu na dhash më shumë se sa ne e meritojmë, ja Rabbi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Paqja dhe mëshira jote, salavatet për shëndetjet tona qofshin për Muhammedin alayhis salam dhe gjithë profetët e Allahut fuqiplot, për shokët e tij, për familjen e tij të pastër dhe mbar besimtarë deri në ditën e gjykimit. Amin. O Zot i plotfuqishëm, të lutemi ty që të na japësh gjërat më të mira inshallah, duat më të mira, sukseset më të mira, punën më të mirë, shpërblimin më të mirë, jetën më të mirë, vdekjen më të mirë. Të lutemi ty na forco, na rëndo peshorën e veprave tona të mira, na e vërtetoj imanin ton, na ngrit shkallën e punëve dhe shkallën e pozitës tonë në ahiret, ja Allah.
na e pranon namazin ton, agjërimin ton, na I fal mëkatet tona, dhe të lutemi ty që të na pajisësh me xhenetin Firdaus ya Rabbel Alamin. O Zot I gjithësisë, të lutemi ty që të na japësh qelsat e gjitha punëve të hajrit ya Allah. Që të lutemi ty që punët e fundit në këtë botë jenë më të mira, ya Allahu ya Karim. Ato që I dim dhe ato që nuk I dim, ti vërtet je I gjithdijshëm për çdo gjë. O Zot I plotfuqishëm, të lutemi ty që ta ngrisësh për kujtimin ton. Të lutemi ty që të largosh barët tona të këqija, ya Allah. Që ta përmirësosh gjendjen tonë, që ti pastrosh zemrat tona, ta ruash moralin ton, ti dritësh zemrat tona, të na I falësh mëkatet tona dhe të na shpërblesh me xhenetin Firdaus inshallah taala. Allahu dhe lëshanu na begatof neve të gjithëve, familjet tona, dhe na bëf të mundur që ta jetësojmë udhëzimet e Kur'anit Kerimit dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. O Zot I plotfuqishëm, na jep të mira në këtë botë, të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri I ferrit. O Allah, na bën neve dhe pasardhësit tanë prej atyre që janë në shërbimin tënd, në rrugën tënde. Rruga jote është rruga e Islamit, e gjithashtu ruajtja e identitetit tonë shqiptar, ruajtja e traditave tona, kulturës tonë. Ya Rabbel Alamin, bëna të mundur që siç na ke ruajtur deri më tani, që ta ruajmë këtë emër, ta ruajmë deri në ditën e gjykimit, ya Allah. O Zot na fal neve, prindërit tanë dhe barbësimtarët në ditën kur do të bëhet llogaria përfundimtare. Allahumma amin, amin, amin ya arhamar rahimin. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Fat bajramin, inshallah, Allah I kabul ya Rabbi, praj bajramin. Vllazën, ato që bën plesh, I lutëm në front, në 15 qershor kemi piknikun. Jeni të gjithë të thirrur në 15 qershor